Albina, si është të punosh për familja jonë? E di që është ndryshe prej krejt mediumeve tjera, larg skandaleve, larg çdo gjë që mundet me u bë viral potencialisht. Atëherë, fillimisht unë po e shfrytëzoj rastin që me ta uru gjatë vjetorin e themelimit edhe krijimit të portalit Familja Jonë. Gjithsesi, duna me përmend që është një kënaqësi e veçantë me qenë pjesë e një ekipi, e po ashtu edhe një platforme që ka për fokus shëndetësinë. Kjo gjithmonë duke pas parasysh se sa i rëndësishëm është shëndetësia si sektor. Padyshim që është përgjegjësi e madhe me qenë një gazetare që ka për përgjegjësi mbulumin e shëndetësisë, edhe për këtë arsye na munduam që çdo ditë si portal, si familje me plasu informacione sa më të sakta. E këto gjithmonë e bëjmë duke referuar edhe duke marrë ndihmë prej profesionistave tonë të shëndetësisë, të cilët janë gjithmonë të gatshëm dhe janë gjithmonë aty për lexuesit e Familja Jonë. Padyshim që gjatë këtij rrugtimi kena pas të mira, por po ashtu kemi pas edhe sfida. Mirë po në përgjithësi jam shumë e kënaqur që kam mujt me jap kontributin tam si gazetare e shëndetësisë në ndërgjegjësimin e lexuesve, qoftë për shëndetin fizik apo edhe atë mendor, edhe me kontribut sa më shumë përmes projektit siç është Familja Jonë. Dhe po bën një punë të mrekullueshme sepse ke kap pikërisht bërthamen e asaj që ka kërkohet në ekipin e Familja Jonë. Krenarja së fundmi është bashkangjitur në ekipin tonë, nuk e di u bën një vjet apo krenare? Pak më shumë se një vjet. Pak më shumë se një vjet. Është shumë kënaqësi, përveç pjesës akademike edhe karrierës profesionale tjetër, unë ndjehem shumë e përmbushur që jam pjesë e portalit edhe misionit Familja Jonë, sepse çdo ditë më duket sikur e kam një forcë përmes cilës çdo ditë mund t'i ndihmoj njerëz cilët kanë nevojë për trajtime në fushat ndryshme, duke i ofruar ata me mjek të cilët ju duhen, po edhe duke i informuar për shëndetin dhe mirëqenien sociale në përgjithësi. Unë e di që Shëndriti është bërë vite shumë që është pjesë e Familja Jonë. Atë ka mungu Familja Jonë. Hajde, ktheu. Po të bëj fest të hapur. Të edhe që unë nuk menona dy herë kështu që Jo, mirë jemi. Okej. Me folë për familjen, sigurisht nuk mjafton vetëm ky epizod, por ne jemi qaq modest sa që njëherë në vetë ndoshta i përkushtohemi asaj që duhet publiku me ditë kush qëndron brapa familjes. Jemi me të vërtet shumë të lumtur që kemi kalu përtej kufive, nuk është vetëm Kosova që lexon për shëndetësi edhe gjana të tjera që Familja Jonë i servon te audienca e jashtme. Kemi lexues të portalit edhe nga diaspora, kemi nga Amerika, kemi nga vende shumë të lagta që nuk i kemi imagjinuar. Jemi bërë dritare e informimit në çdo kohë për çdo situatë të mundshme, qoftë shëndetësore, qoftë deri te recetat. Domethënë e përfshim komplet trungun e familjes. Portali Familja Jonë ju ka shërby gjithmonë të gjithë familjeve shqiptare dhe jo vetëm që t'i gjejnë të gjitha informacionet në kohë reale, në kohë të duhur, dhe ato nga më të thjeshta deri te ato më komplekset. Jemi mundu me sjell intervista nga elita profesionale mjekëve tanë, edhe po jemi shumë të lumtur që po e bëjmë për popullin ton, i cili mbase çdo ditë që e kalon mëson diçka prej portalit Familja Jonë. Nuk është e mundur me hyj me lexu një artikull pa kalu në artikullin tjetër, sepse janë shumë të atashuar njëra me tjetrën, edhe jemi shumë të lumtur që po e bëjmë këtë.